Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për strehimin e emigrantëve në kampet e Gjadrit dhe Shëngjinit nuk do të ketë zgjatje për te afateve 5 vjeçar të parashikuar në dokumentin fillestar. Këtë e bëri të ditur ministri i jashtëm shqiptar Ferit Hoxha në një intervistë Euroactiv gjatë qëndrimit të tij në Bruksel. Hoxha deklaroi se marrëveshja ishte konceptuar për një periudhë 5 vjeçare dhe se deri në përfundimin e saj Shqipëria synon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Sipas tij, në momentin që Shqipëria antarësohet në BE, territori shqiptar nuk mund të konsiderohet më ekstraterritorial për qëllimet e marrëveshjes me Italinë. Ministri theksoi se Shqipëria ka treguar besimshmëri si partnere e Romës, duke mos u tërhequr nga marrëveshja edhe përballë debateve dhe sfidave ligjore që ajo ka shkaktuar. Ai kujtoi gjithashtu deklaratat e kryeministrit Rama, i cili e ka cilësuar bashkëpunimin me Italinë si një partneritet ekskluziv mes dy vendeve. Ferit Hoxha hodhi poshtë edhe pretendimet se Italia mund të frenojë mbështetje për integrimin evropian të Shqipërisë me qëllim mbajtje në funksion të kompanive të emigrantëve. Sipas tij, ndihma që Shqipëria i dha Italisë në menaxhimin e migracionit është një akt solidariteti që nuk mund të harrohet. Marrëveshja mes dy vendeve parashikohet që në përfundim të afateve 5 vjeçar, pala italiane të rikthej zonat e përdorura në administrimin shqiptar, pa kërkuar kompensim për investime apo përmirësimet e kryera gjatë kësaj periudhe. Po ashtu, dokumenti përcakton se Italia merr përsipër largimin nga territori shqiptar të gjithë emigrantëve të strehuar në këto kampe pas përfundimit të marrëveshjes.